Përshëndetje miqtë e mi dhe ju ndjekës kanalit Recetat e Mamit. Sot mendova të bëj një sallatë të shpejtë me lakrën e Brukselit. Kisha kopa e bërë, më thënë drejtën, dhe video se kam bërë ndonjëherë. Janë të shijshme dhe vlerat dihen dhe tani është koha. Emrin e kanë lakra Brukseli, po këtë bëhen në Shqipëri sa dush tani, i kanë mbjellë gjithandej. Për këtë recetë na duhen. Unë kam 400 gram lakër Brukseli, 2-3 thelbi hudhër e shtypur e gririmët, lëkurë e 1 limoni, si këto limonat ju kam thënë, këto janë të mirë për lëkurë, dhe lëngun e gjysmë limoni, e gjysmës tjetër të këtij limonit, shmirë në fund, pak parmigiano. Vaj ullirit është i domosdoshëm. Si fillim fare, te kjo tenxhere unë kam hedhur 750 ml ujë, një lugë të vogël kafe krip dhe por shije më të mirë dhe që shtëpia mos marrë dhe erë, kështu kanë përdorur dhe nënat tona gjithmonë, unë i kam hedhur dhe 2 gjethe dafin. Tani direkt unë do hedh lakrat. Uji ka marrë balë dhe është mirë për 8 minuta, edhe 10 ndoshta, nuk ka gjë të ziejnë. Gjithmonë në ujë të baluar, në ujë të pastër të filtruar. Këto janë lakrat. Miqtë e mi, pasi ziva për 10 minuta, derdha ujin dhe i vëra te kjo kullesa, të kulloj mirë, sepse do t'i skuq. Kam vënë këtë tigan me 3-4 lugë vaj ulliri, do të skuqen mirë e mirë. Me radhë do t'ja u tregoj. Pasi vaj u ngroh tamam, unë i hodha. Është mirë të përzihen kështu, jo me piru ose lugë, të rrotullohen her pas here, që të skuqen në të gjitha anët. Unë e ula zjarrin në çova të shtata. Do t'i lej për pak sa të marrin një faqe nga gjitha anët. Pastaj do t'i hedh çik hudhër dhe limon. Kto janë bërë tani miqtë e mi. Jo kam thënë disa herë, të gjithë përbërësit luajnë rolin e tyre dhe janë shumë të rëndësishëm në shije. Para se t'i heq fare, unë po i hedh çik parmigiano sipër. Shija, me besoni, del fantastike. Në 2 minutash. Ja, miqtë e mi. Vaj ullirit patjetër që duhet, edhe duhet një qik si me bollik, jo me shtrëngullore. Tani të ta fiksohen për fare. Dhe do t'i hedh të kytasi këtu. Kjo është sallata me lakër, Brukseli. Për një shije më të mirë, po i shtyll dhe këtë pak limon. Limoni shkon pafund lakrës, edhe unë kur bëj gjellë me lakër, me mish, me qep, me karrotë, me çdo gjë, gjithmonë e përdor limonin. Limoni dhe dafina janë të domosdoshëm të lakra. Kjo është miqtë e mi. Shpejt e thjesht, është i çike kushtueshme, po jo rrallë bëj, më thënë drejtë, po na herë do shpirti, duhet me ndru gojen, duhet na i gjë. Por një herë në 2 muaj, si thonë, nuk është kështu, se në përgjithësi bëjmë lakër të thjesht sallatë. Po kjo sot është diçka ndryshe. Ju dua shumë, gjithë të mirat ju uroj nga zemra.